Shqipëria po përshpejton tranzicionin e saj të gjelbër mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që kapitulli 27 për mjedisin e ndryshimit klimatike mbetet një ndër kapitujt më kërkues teknikisht dhe financiarisht, por edhe më transformues. Këtu prodhojmë sfungjer 100% natyral, të cilët janë një alternativë ndaj sfungjerve sintetik përveç impaktit mjedisor. Ne kemi gjithashtu dhe një impakt social duke ndihmuar komunitetin e grave. Bëjmë proponimin e kartonit dhe letrës në bikërinat e vezëve. Eventi sotëm faktikisht na rrjetëzon me financime të ardhshme. Kjo është rrugtimi që duhet një biznes sepse do të na nxjerrë nga fast fashion production dhe cilësia këtu në produkte është shumë më natë edhe jetëgjatësia shumë më e madhe. Për ekspertin e ekonomisë qarkulluese Konal Sigjoka, bizneset duhet të përqafojnë sa më shpejt këtë transformim. Bizneset të cilët do të reagojnë sot, bizneset të cilët do të arrijnë të fusin në të tëra praktikat e tyre të prodhimit, principet e ekonomisë qarkulluese, do të jenë ato bizneset që nesër do të jenë më kompetitive, do të jenë ato bizneset të cilat do të kenë më shumë aksesim në fonde, pra do të jenë ato bizneset që do të mbijetojnë. Ndërkohë drejtoresha e Bersh për Shqipërinë Katerina Solovova theksoi rolin kyç të sistemit bankar. Ne ndihmojmë vendet ku operojmë të transformojnë ekonominë e tyre në ekonomi të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse, konkurruese, mirëqeverisëse dhe të integruara në treg. Ne e bëjmë këtë përmes kombinimit të këshillimit të politikave, asistencës teknike dhe financimit. Sipas ekspertëve, startupet po rezultojnë të jenë një model efikas në procesin e përshtatjes me ekonominë qarkulluese. Startupet kanë një marjë shumë të madh ndikimi, kompanitë e mëdha e kanë shumë më të vështirë për të transformuar. Startupet mund të vinë në mënyrë shumë fleksibël dhe të jenë konsumatorët e parë të këtyre mbetje dhe për të kthyer ato në një formë ekonomie. Ina Fasko mori çmimin e parë në ceremoninë Green Queens Award, një vlerësim që nderon gratë sipërmarrëse që udhëheqin me shembullin e tyre në inovacionin e gjelbër.